Kandidatët për parlamentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës nga dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjakov patën rastin të takohen me shoqatën e pensionistëve të Gjakovës. Ata ju shpjeguan programin që ka përgatitur Lidhja Demokratike e Kosovës, sidomos për këtë kategori. Ju e dini që LDK-ja e ka inicu debatin parlamentar dhe ka inicu krijimin e një komisioni ndërministror së bashku me ekspert me njohuri për ligjin ndërkombëtar që këto pensione të kthehen pasi pensioni është në fakt pronë private e secilit person. Deri më tash ky komision ka punuar diçka, po është evidente që ndonjë rezultat nuk është arrit prej kësaj. Prandaj në ofertën e LDK-s për pensionist është rritja e pensioneve, është ligji për pensione, është kthimi i pensioneve të ndalura nga Serbia, janë edhe gjëra tjera që kanë të bëjnë me sigurimet shëndetësore për të cilët pensionistët në mënyrë direkte janë të interesuar dhe gjëra tjera të cilët do të plotësojnë atë sistemin të cilën ne ju ofrojmë pensionistëve. Lidhja Demokratike është e përcaktuar që spori në hapin e parë listën esenciale me plotësu 100% për këto 4 grupe të mëdha të smundjeve që shkaktohet kryesor vdekjes. Deri tashti është punuar në mënyrë paushale. Fatkeqësisht të duam me përmend, ne kemi pas një ministër që kemi besu, ne kam fjalën për Feridin Agani, që të paktën disa gjëra ka me rregullu, sepse ka qenë punëtor në qendrën klinike universitare, mirë po për 2 mandate, mos me mujtë me ndryshu situatën veçanti, me qendrën e cila për çdo 3 muaj ditë kanë dalë në televizion edhe në radio, kanë dalë për gazeta, në për shtyp, nuk ka mujtë qendrën kardiokirurgjike me aktivizu. Vetëm ne mundemi, prandaj votoni LDK-n dhe numrin 54 që të realizohet programi më i mirë për Kosovën, ju tha pensionistëve në këtë takim.